populizmin, me patriotizmin, me euforin, por në shet patriotizm ai që i ka refuzu me marrë armën në kohë luftës për liri. Ka refuzu, ka thënë refuzoj me marrë armën, ka qëndrim publik. Ka refuzu me marrë armën. Ka refuzu me marrë armën për shirimin e vendit vetë. Megjithatë ati është njohur statusi i veteranit. Po, është i rrejshëm, për fat keq. Një gjani, vendi dhe ligji në veri, është pa alternativ. Në veri s'ka vend për banda, s'ka vend për qetnik, s'ka vend për krim. Kjo është koncept i yni i Kosovës, po është koncept edhe i aleatëve tonë sigurisë dhe i Amerikanëve, të cilët që 26 vjetë kujdeshen për sigurinë tonë. Ata në projekt e kanë pas, edhe e kanë ende sot e kësaj dite, konsolidimin e shtetësisë Kosovës, suverenitetin, rendin dhe ligjin. Kjo shpjegimi i kurrit se e kam shiru unë e veriun, nuk ish mujt me e shiru, pa flamurin Amerikan, pa ushtarin Amerikan atje, e këshim shiru, pa të ishdash ndrysh. Ma shumë njerëz këshim vdek. Veriun, për fat mirë, na ka shiru e Amerika, se na nuk kem shku dhe në kufirin tonë vetëm, po kem shku me ta, dhe nuk ka kur që të keqe me nda rezultatin e rendit dhe ligjit e të suksesit në veri me Amerikën dhe NATO-n, sepse këtë bota u ka i bashkon sukseset me ta. Se ju thoni e ka përvecuar? Ky njeri e ka prish beshimin me ta, vetëm për me marë pak merita të shirimit vend. A dini pse Kurti është në gjendë trusisë të Serbisë? Ta shu të regoj. Pse? Serbia ekziston në Kosovë përmes nanës Terezë tonë, në prit një pak.